Mirë mbrëma, e rëndësishme të jetë natë dhe të kesh fikur dritën. Sonte do të përjetojnë diçka ndryshe. Një histori që s'është thjesht e frikshme, por edhe e trisht, e thellë dhe e rrezikshme. Sepse ka vende ku koha nuk kalon dhe kujtesa nuk I përket më askujt. Qëndroni me mua. Historia nis me Ilirin, 42 vjeç, shkrimtar I lodhur nga jeta. Pas një divorci dhe një humbi familjare, ai merr një punë si kujdestar I tokave në një fshat të largët. Në mal ndodhet një shtëpi e vjetër druri. Të gjithë fshatarët I thonin: "Mos flë në dhomën e gri. Ajo dhomë nuk kujton asgjë." Por Iliri nuk I merr seriozisht. Në shtëpi ka një korridor shumë të gjatë, fotografi të vjetra pa fytyra dhe një derë që nuk hapet. Natën e parë dëgjohen hapat në dysheme. Hapa të mëdhenj, të rënd, por kur shkon s'ka askënd. Në orën 1:14 dera e dhomës ngrit tundet vet. Ai hap pak derën dhe brenda ka vetë një krevat të vjetër, një dritare pa perdhe dhe një tavolinë me gërvishje. Mbi tavolinë shkruan me thik: "Mos hym më", por fjala "më" është mbuluar me një vijë, sikur dikush s'donte ta lexonte. Ditët e para në fshat. Në fshat, askush nuk jepte përgjigje. Vetëm një plak I thot: "Në atë dhomë kanë fjetur shumë." Por askush nuk kujtua pse u zgjuan. Ditari I humbur. Iliri I gjën një ditar në dysheme. I përket një gruaje që quhej Dorina, që kishte jetuar aty para 60 vitesh. Në faqe shkruan: "Dhoma gri më fshin çfarë kam parë natën. Nuk di çfarë kam bërë, por çdo mëngjes gjej diçka të shkruar, që nuk mbaj mend ta kem shkruar unë." Dhe faqja e fundit e këtij ditari shkruante: "Nëse dikush po lexon, mos flë në dhomën gri. Ajo dhomë të merr kujtesën dhe të lë pa memorje." Iliri vendos të flej aty. Natën, ai sheh ëndra të qarta, po kur zgjohet, nuk mund të kujtoj as edhe një gjë. Ai nuk mban mend kur është zhveshur, kur ka dalë jashtë, kur ka shkruar në mur dhe pse dritarja e dhomës është e hapur. Në mur shfaqen fjalë të reja. Ndërto, fjalia "nuk je vetëm", e mban mend dhe sa herë do flejmë, zbulimi I errët. Në fshat, Iliri zbulon se 3 njerëz janë zhdukur në të shtëpi. Të gjithë kishin probleme me gjumin. Të gjithë flinin në dhomën gri. Dhe të gjithë shkruanin në ditar gjëra që nuk mbanin mend. Fshatarët thonë se shtëpia ishte përdorur si eksperiment I viteve 50 për studime të trurit. Dhoma gri ishte dhomë, gjumi të detyruar, ku subjekti humb dallimin midis ëndrrës dhe realitetit. Nuk është e pushtuar nga fantazma, është e pushtuar nga kujtesat e njerëzve të tjerë që kanë fjetur aty. Shkatërimi I realitetit. Iliri fillon të humbas ditë të tëra, gjën ushqime të gatuara që nuk I ka prekur ai, gjën çizme me balt, gjën dorën e përgjakosur në pasqyrë, gjën veten që fle me dikën natë.
në regjistrime audio. Në audio dëgjohet zëri i tij. Jo prap, s'mund të mbaj dy kujtime, më fal. Dhe një zë i dytë që thoshte: "Skep se të kujtosh, ne kujtojmë për ty." Në korridor, ai gjen një derë të re që s'ka qenë më parë. Në të shkruan 1961. Brenda kanë mbetur foto të vjetra të Dorinës, pajisje neurologjike të epokës së vjetër dhe një krevat metalik i lidhur me rripa dhe një aparat regjistruar me kasetë. Në të dëgjon subjekti 14, Dorina. Subjekti 15, Iliri. Iliri kupton se emri i tij ka qenë në këtë shtëpi para se ai të lindte. Në mur këdhëndet vet: "Mirë se vjen përsëri." E vërteta e errët. Dhoma gri nuk të merr kujtimet. Ajo të kthen kujtesat e të gjithë atyre që kanë fjetur brenda. Dhoma ruan njerëzit, ruajti Dorinën, ruajti të zdukurit, por ruan dhe Ilirin. Ai kupton se është i futur në të njëjtin cikël, pjesë të njëjti eksperiment, një subjekt që dhoma e njeh shumë më mirë se ai vetë. Ai nuk ka ardhur rastësisht. Ai është kthyer. Iliri vendos të aratiset, por sa më shumë afrohet tek dera jashtme, aq më shumë shtëpia bëhet labirint. Në korridor ai sheh veten duke ecur, që nga ana tjetër, veten të lodhur, veten më të vjetër, veten të friksuar. Dhe një zë i qetë i thot: "Mos ik. Të kemi pritur gjatë." Dera mbyllet vet. Ora ndalon, dhoma gri ndriçohet. Iliri flë dhe nuk zgjohet më. Shtëpia sot është e mbyllur, por njerëzit thonë se kur kalojnë natën pranë saj, dritarja gri hapet vet. Dhe nga brenda, për një moment të shkurtër, mund të shohësh një burr që ngreh kokën, sikur përpiqet të kujtojë, por dhoma nuk e lejon.